Apo friksosh se ki qa vesh një internet me fol? Hajde përballë. Një ngjarje e tensionuar ka ndodhur së fundmi në emisionin Kosova Today, ku ishte e ftuar dhe avokati Adrilon Ramos, fituesi të Big Brother VIP Kosova, Bedri Rexhepi. Rexhepi po fliste për situatën që bëri buj në media mes Xhenetës dhe Drilonit, kur papritmas situata mori një rrjedh tjetër. Në studion televizive hyri ish finalistja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetahu. Prania e saj ndryshoi totalisht intervistën me të ftuarën, pasi kjo e fundit sapo e pa Xhenetën u largua nga studio, braktisi menjëherë emisionin pa dhënë shpjegim. Në momentin kur Rexhepi ngrihet nga karrikja, Xheneta shihet teksa i shkon nga pas dhe i drejtohet. Apo friksohesh se ti ke qef veç në internet të flasësh, hajde përballemi. Ky moment është pasuar me reagime të shumta nga ndjekësit. Disa e kanë vlerësuar si të guximshëm veprimin e Xhenetës, por ka patur dhe nga ata persona që e shikojnë si incident të pahishëm për një emision televiziv.